Situata aktuale është stabile dhe e sigurt. Ky është vlerësimi i përgjithshëm nga mbledhja e mbrëmshme e Këshillit të Sigurisë, i cili diskutoi për situatën e sigurisë në Maqedoni pas veprimeve ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit, si dhe sulmeve iraniane ndaj vendeve të Lirit Persik ku ndodhen baza amerikane. Податоците и от Агенцията за разузнаване, и от АНБ. Sipas të dhënave nga Agjencia e Inteligjencës, Agjencia për Siguri Kombëtare, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme, si dhe veçanërisht nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Punëve të Brendshme, por edhe nga shefi i shtabit të përgjithshëm, gjendja mund të vlerësohet si stabile dhe e sigurt. Aktualisht nuk jemi të ekspozuar ndaj paqëndrueshmërisë dhe nuk ka rrezik për sigurinë brenda vendit dhe në rajon. Presidentja theksoi se ekziston një sistem i paralajmërimit të hershëm dhe koordinim mes të gjitha institucioneve kompetente me vlerësim të rregullt të rrezikeve dhe bashkëpunim me organet përkatëse në rajon. Vëmendje të veçantë po u kushtohet objekteve si Muzeu i Holokaustit dhe selive të komunitetit hebre. Në botë ekziston frikë për pasoja ekonomike pasi Agjencia Iraniane e Lajmeve Tasnim njoftoi se Garda Revolucionare Islamike ka ndërprerë transportin në ngushticën e Hormuzit, përmes së cilës kalon rreth 20% e tregtisë botërore detare të naftës dhe 1/5 e tregtisë me gaz natyror të lëngshëm. Mund të preken edhe vendet që nuk importojnë naftë nga shtetet e Lirit, pasi ulja e ofertës do të rrisë çmimet në tregun global, duke çuar në nxitje të inflacionit, ngadalësim të rritjes ekonomike dhe ndërprerje të zinxhirëve të furnizimit. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë është diskutuar edhe ndikimi i mundshëm në ekonomi dhe furnizimin me energji. Во тој поглед исто така надлежните информира дека нема проблем. Në këtë drejtim, institucionet kompetente informuan se nuk ka problem. Siç e dini, interkonektori mes Greqisë dhe vendit ton tashmë është funksional dhe qeveria shpreu bindjen se do të siguroj furnizim me naftë në përputhje me ligjin për rezervat e detyrueshme të naftës. Morëm garanci të forta, të mbështetura me të dhëna se aktualisht nuk ka arsye për shqetësim të madh. Natyrisht, do t'i ndjekim zhvillimet dhe do të reagojmë në përputhje me rrethanat. Deri dje, më shumë se 150 shtetas të Maqedonisë që ndodheshin në zonat e rrezikuara në lindjen e mesme kanë kontaktuar përfaqësitë diplomatiko-konsulore për informacione rreth evakuimit të mundshëm. Përfaqësitë në Tel Aviv, Doha dhe Abu Dhabi janë plotësisht në dispozicion përmes numrave emergjent. Deri tani nuk janë krijuar korridore solidariteti për evakuim pasi trafiku ajror është ndërprerë. Во некои в држави Катар, например, можноста беше со brodski prevos, megjithatë i toј ne funksionira. Në disa vende si në Katar ishte mundësi për transport detar, por ai nuk do të funksionon. Fakt është se qytetarët janë të strehuar, janë të sigurt dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila po punon për të gjetur mënyrën më të mirë që ata që dëshirojnë të kthehen të mund ta bëjnë këtë sa më shpejt. Në mbledhjen e kryesuar nga presidentja Siljanovska morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit, kryeministri Hristijan Mickoski, kryetari i Kuvendit Aprim Gashi, ministrat e brendshëm dhe të mbrojtjes, si dhe ministri i punëve të jashtme përmes videolidhjes së bashku me anëtarët e emëruar nga presidentja. Të pranishëm ishin edhe shefi i shtabit të përgjithshëm të armatës, drejtori i Agjencisë së Inteligjencës dhe drejtori i Agjencisë për Siguri Kombëtare.